Më 3 mars 2026, kryeministri Edi Rama nëpërmjet drejtoreshës së Korporatës së Investimeve Elira Kokona ka mbyllur fazën e parë të pazarit për ndërtimin e kullës në Lulishten pranë Pallatit të Kongreseve në Tiranë, nëpërmjet një procedure me 13 kompani ndërtimi pjesëmarrëse për projektin multifunksional tek Pallati i Kongreseve. Janë përzgjedhur 5 kompani që do të vazhdojnë garën në fazën e dytë për të marrë kontratën e ndërtimit të kullës. Mes 5 subjekteve që ka përzgjedhur komisioni drejtuar nga kryeministri Edi Rama, janë 2 kompani të ndërtuesve të lidhur në interesa me familjen Berisha, kompania Gjener 2 SHPK e Bashkim Ulajt dhe kompania Klar SHPK e Shkëlqim Beshirit. Për të maskuar faktin që ndërtimin e kullës do ta bëjnë vetëm Bashkim Ulajt dhe Shkëlqim Beshiri, janë paraqitur si bashkim operatorësh duke përdorur formalisht disa firma të tjera e subjekte person fizik, mes tyre firmat Studio Gang, DigiPrint, Besart Papa, Rudina Papa Vasili, Julian Beqiri, Marcela Demaj, Michel Dizvajn e Gentian Shkurtit, ky i fundit piktor, i studenti Edi Ramës dhe mbështetës i prishjes së teatrit. Dihen lidhjet e Bashkim Ulajt në pazare e përfitime reciproke me familjen Berisha gjatë pushtetit të PD-s deri në 2013, kur ai u lidh me kryeministrin Edi Rama, por pa shkëputur lidhjet e bizneseve në hije me Sali Berishën. Lidhje të forta interesash me familjen Berisha ka edhe ndërtuesi Shkëlqim Beshiri, i skeduar si pastruesi parave të Shkëlqem Berishës, nga që nëpërmjet pazareve Berisha Rama, ai po vazhdon të marrë troje toka e leje ndërtimi kullash. Sipas raporteve të agjensive ligjzbatuese, firma Lim M SHPK ka pronar në letra Shkëlqim Beshirin, por është biznesi i Shkëlqem Berishës, nëpërmjet së cilës gjatë pushtetit të PS ka marrë 22 leje ndërtimi nga Bashkia Tiranë dhe 22 leje ndërtimi nga Bashkitë Vlorë, Himar dhe Sarand. Nëpërmjet lidhjeve të Sali Berishës, Shkëlqim Beshiri si prestanome i Shkëlzenit ka marrë nga Edi Rama leje ndërtimi për 3 hotele në Himar dhe lejen investitor strategjik për kompleks vilash e pallatesh me sipërfaqe toke 119 hektar tokë shtetërore në Lals, 28 hektar nga të cilat janë pyll me pisha Buzdetit. Më 17 nëntor 2025 mori lejen për ndërtimin e një kulle për banim, një si tregtare hoteleri me 65 kate mbi tokë e 6 kate nën tokë në bulevardin e ri të Tiranës, për investimin e së cilës ka deklaruar purimin e financimit. Prapa logos së firmës Klar SHPK të Shkëlqim Beshirit, familja Berisha qëndron edhe te kulla pranë Pallatit të Kongreseve, ku nga 50.000 m2 sipërfaqe ndërtimi do përfitoj 27.500 m2 apartamente, një si tregtare e garazh dhe është e njëjta skem që Sali Berisha kur ishte kryeministër përdorte në kullat që ndërtoi Bashkim Ulajt në qendër të Tiranës, ku familja kryeministrore përfitonte apartamente, një si tregtare e zyra, përveç pjesë fitimit në sipërfaqet e shitura.